Kantieri janë procedu për protestën e ditës shtunës kalume dhe janë ndalu për marrë të Kantieri në mënyrë që të ndalohen të vinte protesta. Kështu që faleminderit gjithë juve që na keni ardhur dhe na keni bërë më të fortë. Dhe një gjë tjetër për incidentin e ditës së entes, është shumë e rëndësishme dhe harrova ta thekja më përpara. Në momentin që ne po largoheshim, ne u largu nga aty dhe një nga fëmijët tanë u kthy për të marrë makinën. Dhe Fatmir Shpellza, si gangster shumë i fortë, bashkë me çetën e tij, shkoi dhe i sulmoi makinën. Po t'ishte burr Fatmir Shpellza, do na lota të horat që shkoshin të djali vetëm, dhe nuk do shkote me hap derën e makinës. Ashtë me video, e ka pa gjithë Shqipëria, se si tenton me hap derën e makinës, sepse ka mendu që aty janë dokumentat origjinale. Ne nuk kena frikë me letrat origjinale, Fatmir. Nuk jena si ti që ke letrat falsifikume dhe i sjell aty duke bë show. Ne kena vite që ecim me letrat origjinale dhe me drejtën e Zotit. Dhe nuk ka mbrojt Zoti nga ti dhe nga shokët e tu. Do vazhdojmë të ecim pa frikë, pa ndroje, sepse jena në drejtën e Zotit. Dhe një gjë them para gjithë shqiptarëve. Në qoftë se një djalë i rrjollor, një femër në rrjoll, i preket vetëm një fije flokut, e din gjithë policia e shtetit se nga kush na ka ardhur. E din gjithë shteti shqiptar se nga kush na ka ardhur. Bravo! Në kjo është një këmban alarmit që ju si polici shtetit duhet merrni masa dhe duhet i ndaloni që të na afrohen. Në momentin që kena bërë denoncimin komisariatin numër 4 për pritën që na ka bërë djali Fatmir Shpellza me shok, policia e shtetit minimalisht duhet na kishte siguru një mas sigurie, perimetër sigurie, që ata të mos guxojnë të na afrohen. Të lej gjykatën që të flasi, prokurorinë e Shkodrës dhe të japi zë të vërtetës. Nuk mund zgjidhet ky konflikt duke mbrojt ju Fatmir Shpellzën këtu. Ashtë e turpshme, ashtë vërtet e turpshme. Sa vini këtu çdo ditë dhe mbroni resortin e kompanisë Genër 2, mbroni pajdutin Fatmir Shpellza, duhet kishit shku të prokuroria gjithë në radhë dhe t'i thoshit, lëvizi dur të hetoje këtë dosje si është e vërteta. Nuk ka prokurori, nuk ka institucion drejtësie që do i nxjerrë rrjollor, jo pronar. Bravo! Prona jonë, nuk është me kohën e turkut të 1910 që pretendon ai që ka falsifiku mas makinën e shkrimit që ka blena në Kandën në Turqi. Sa shkena që zjuar, sa ka dalë dhe ka folë se si ka ba punë. Ka thënë Fatmir Shpellza, kam gjetë savorre me shkrime otomane dhe jam të zaptuj tokën rrjoll. Ka thënë, i ka marrë lekët e mia, kote kanë. Kështu që ju si polici shtetit duhet hetoni të gjithë personat që janë përfshirë në këtë proces. Gjyqtarët, ata që kanë firmos dokumentat, eksperta që kanë arrit me nxjerr Fatmir Shpellzën një pron këtu. Dhe ai ka bërë një budallëk shumë të madh, që të gjithë shqiptarët e dinë shumë mirë. Rana Hellun nuk është këtu që e referohet dokumentat e veta. E vërtet e 5 kilometra. Rana Hellun, Guri Çam që ai ka dokumenta, është krejt e qartë në lajën e Genër 2-shit 2.03 kilometra nga prona që ka përvetësuar Fatmir Shpellza. Në dokumenta që ka marrë Fatmir Shpellza thot që familja e Jukajve, ku na kena ble pronën, ka kufitar në lindje Gurin e Çam dhe Çole Zeneli. Guri i Çam, nga ku fillon prona që ka përvetësuar Fatmir Shpellza, është pasën 3 km, se nga ku mbaron është 2.03 km, dhe këtë e keni në dokumentat në faqet zyrtare të institucioneve shqiptare. Nuk e themon, e thojnë dokumentat e faqeve zyrtare të shtetit shqiptar. Ndaj, të gjithë ju duhet të tërhiqeni dhe të leni drejtësinë të flasi. Punimet duhet të ndalohen deri në momentin që drejtësia do flasi. Bravo! Kompania nuk mund të dalë të opinion personal. Ne pezullojmë marrëveshjet edhe i lejmë të ngrira. Këtë nuk na ka thënë neve. Se po t'ishin kaq burra sa t'na thoshin dhe mos na bëshin presion, ne do ishim aq të hapun sa me gjetë një marrëveshje. Kompania duhet flasit të vërtetën si shka fol me banor. Kompania është i burrit malësor, e din shumë mirë se si janë pronat në veri. Dhe nuk mundet më ardhe dhe më marrë një certifikat për nësijet në një personi tek pull 1500 dëllë. Kush është ai birnale që ka shqipri 1500 dëllë?
Po ti kishe pas 1500 dylym do kishe ken kulak e kalu kulakut. Po gjeni një dokument ku fatmin shtel ka se familja ti ashtë i përfshim, ashtë i deklasum, ashtë kulak. Në qovë se ma sidhni këtë dokument, unë ngre dur të lartë. Po nuk ashtë. Aja është një komunist që ka vazhdu me falsifiku letrat me nimen e eksponentëve të LSI-s. Duke qenë zyrtar i LSI-s Malsinë e Madhe, duke qenë kryetar i Potekës Malsinë e Madhe, ka vjedh pronat e malsorëve të vetë. Ai nuk është burr, se po t'ishte burr do kishte një mu vëllezërit e vet me